Në lidhje me rendin e disë, zoti kryetar, keni fut këto për të votuar një propozim që juridikisht nuk ekziston. Keni futur për të votuar një emër për cilin janë tërhequr të gjithë firmat. Tashti do ju bëj ju një ftesë publike si kryetar kuvendit, nga një ish kryetar e kuvendit. Përpiqu t'i thosh këshilltarëve tuaj, a ekziston në historinë e 3 dekadave të parlamentarizmit një rast që të hidhet në votim në seancë plenare një kandidat të cilit janë tërhequr firmat? Nëse ju gjeni një në 3 dekada, unë ju kërkoj ndjesë. Përveç kësaj, ju keni një ligj me cilin funksionon Kuvendi i Shqipërisë, dhe ajo është rregullorja e kuvendit. Nëse ju lexoni nenin 72 të kësaj rregullore, aty është shkruar qartë, kthjellët, pa asnjë mundësi për të interpretuar që në rast se deri përpara fillimit të seancës plenare dhe votimit në parim tërhiqet iniciativa, nuk mund të fusësh në rend të ditës një emër të cilës janë tërhequr firmat. Ky parlament ka një memorje historike. Ju nuk mund bëni sikur çdo gjë ka filluar në momentin që jeni ulur ju në këto karriga. Zoti Klosi, gënjeni. Nuk është e vërtetë se keni kriju ju dhe keni shkruar ligjin për ombudsmenin. Ligjin për ombudsmenin e ka shkruar dhe e ka votuar Sali Berisha vite më përpara. Ju gënjeni kur thoni që ja keni dhënë opozicë. Ju keni pas avokat të popullit, deputetin ju tuaj socialist. Ju gënjeni kur thoni se drejtësia është e pavarur. Ja, këtu keni deputetin që e keni pas për vetingon. E keni përdorur për të hequr të gjithë ato që mendoshit se nuk ju shërben ju dhe pastaj e keni ba. E keni ba deputet. Po, e keni ba shërptor të pushtetit. Ky nuk mund të jetë avokati i popullit. Ky është avokati i pushtetit. Dhe nëse as avokatin e popullit ju nuk e lëshoni, masi keni marrë dhe keni uzurpu të gjitha institucionet të ashtu quajtura të private, po kjo është narkoshtet, absolutisht është narkoshtet. Kjo është vetëm narkoshtet, që nuk ngopet kur me një majorancë të vjellur në votat e kaluara.